Ndërsa Nicolas Maduro transportua me sy të mbyllur në duar të lidhura dhe forcat speciale amerikane drejt një burgu në New York, komunitetet kubano-amerikane në Shtetet e Bashkuara dolën në rrugë për të festuar. Për shumë prej tyre, rrëzimi i liderit venezuelian përfaqësoi një moment historik të pritur prej dekadash dhe një katalizator të mundshëm për ndryshimin politik dhe në Kubë. Megjithatë, vetëm 150 kilometra larg në ishullin kuban, reagimet kanë qenë të dukshme dhe më të heshtura. Deklarata e presidentit amerikan Donald Trump se Kuba është gati të bjerë ka shtuar pasiguri dhe frikën mes qytetarëve, edhe pse shumë kubanë shprehen se dëshirojnë ndryshim të regjimit. Ata kundërshtojnë një skenar të imponuar nga Washingtoni, duke u trembur nga një ndërhyrje ushtarake e ngjashme me atë të Venezuelës. Kuba ndodhet prej vitesh me një krizë të rëndë ekonomike dhe humanitare e thelluar nga embargoja shumë dekadëshe amerikane. Inflacioni i lartë, mungesa e ushqimeve bazë dhe ndërprerjet e shpeshtat e energjisë elektrike. Vetëm gjatë 5 viteve të fundit rreth 1/4 e popullsisë prej 11.2 milion banorësh ka emigruar, duke e lënë vendin e varur nga ndihma e aleancit të saj kryesor Venezuelës. Rrëzimi i Maduros ka nxitur shpresa të reja në diasporë, ku shumë e shohin këtë zhvillim si një goditje të rëndë për aleancën politike që ka mbajtur në këmbë regjimin kuban. Por brenda Kubës opinioni mbetet i ndarë, veçanërisht mes brezave të moshuarit shfaqen më skeptik dhe të kujdesshëm, ndërsa të rinj janë më të hapur ndaj ndryshimit, por jo me çdo çmim. Në këtë klim pasigurie, Kuba ndodhet mes shpresës për ndryshim dhe frikës nga një skenar i dhunshëm, duke bërë të ardhmen e të saj politike më të paqartë se kurrë.